Universiteti i Shkodrës Luiç Guarakuçi po merr të gjitha masat për akomodimin e studentëve në vitin e ri akademik. Rektori Tunin Xhuraj deklaroi se në bashkëpunim me shoqatën e trajtimit të studentëve po hartohet një paketë e re për të gjithë studentët që vijnë nga rrethet dhe do të akomodohen në ambientet e konviktit. Kemi nisur një dialog intensiv me shoqërinë trajtimi i studentëve SHA. Mendoj që është shumë e rëndësishme. Ne duhet bindim maturantët që studenti të kthehet në konvikt. Pra, kjo shoqëri që ka përmirësuar kushtet, besoj që është avantazh nëse një maturant i cili ka bërë zgjedhjen e vet për universitetin ton, të mund të ketë mundësi akomodimi që janë më të arsyeshme, të mund të kenë një paketë më të qartë sa i takon kushteve, sa i takon tarifave dhe shërbimeve që ata ofrojnë. Gati për studentët është edhe mensa e cila shton shërbimet që ofrohen për të rinjt nga Universiteti i Shkodrës. Së fundi tani dhe do jetë konkrete dhe do jetësohet si tush edhe mensa siç ne e dim, pra do ketë një mensë në dispozicion të studentëve, veçanërisht të studentëve të rinj, dhe mos harrojmë që në të njëjtin oborr është edhe biblioteka e universitetit, pra biblioteka austriake, dhe është avantazh i madh për një student të ri, pra që shërbimet e tilla t'i ketë sa më pranë vetes. Ndërkohë po punohet për një draft vendim mbi partneritetin me Bashkinë Shkodër. Të miratohet, pra po diskutohet një draft vendimi i Këshillit Ministrave mbi partneritetin. Është detyrim, janë hapë edhe kapitujt, siç ju e dini, po në kuadër të negociatave me BE-n, dhe është një detyrim, pra që kanë pushtetet lokale të kenë partneritet me institucionet arsimit lartë. Është një avantazh shumë i madh.